ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Parrulla më e bukur e rinisë viteve 90 dhe gënjeshtra më e madhe e politikanëve të korruptuar që e kanë sunduar Shqipërinë këto 30 ca vite. Evropa nuk është fare në Shqipëri, Shqipëria nuk është bërë fare si Evropa e përparuar. Ne me Evropën na lidh ende gomonja, që shkojmë si refugjat dhe kampet e refugjatëve që kjo qeveri do të hapë për të mallkuarit e dheu që tentojnë Evropën dhe do të mbahen Shqipëri. Sot të rinjt shqiptar emigrojnë nga Shqipëria si kur më parë. Emigrojnë sepse nuk gjejnë punë, mbi të gjitha nuk gjejnë punë në profesion. Emigrojnë sepse shkollat janë në krizë dhe nuk janë të lidhura me ekonominë reale të vendit. Emigrojnë sepse prindit e tyre kanë mbetur pa pension, pa të ardhura, dhe vetëm puna e tyre si emigrant mund t'u asigurojë mbijetesën fizike. Ka ardhur dita që të rinjt, ka ende të rinj Shqipëria, ka ardhur dita që të rinjt të ngrenë zërin, të kërkojnë të drejtat e mohuara. Prandaj unë ju bëj një thirrje të gjithë të rinjve, që ditën e enjte, më 11 dhjetor, në ditën ku në vitin 2018 ka ndodhur protesta më e madhe studentore e dekadave të fundit, të bëhemi bashkë përpara Kuvendit të Shqipërisë dhe të kërkojmë jo vetëm luftë paepur ndaj korrupsionit dhe keqeverisjes, jo vetëm luftë paepur kundër abuzimeve dhe varfërisë, po mbi të gjitha të kërkojmë një shtet që kujdeset për qytetarët, një shtet të drejtës, një shtet social, një shtet demokratik. Të luftojmë për vendin tonë, të luftojmë për veten, po nuk e bën të rinjt të gjë. Nuk ka kush e bën Shqipëri. Prandaj edhe një herë, në datën 11 dhjetor, të gjithë bashkë te Kuvendi i Shqipërisë, tu themi maskareve në pushtet, ndal. Shqipëria nuk është juaja, Shqipëria është e gjithë popullit shqiptar, mbi të gjitha, Shqipëria është atyre që do të jetojnë më gjatë dhe kanë më shumë energji krijuese për të kontribuar këtë vend e rinisë shqiptare.